Përshëndetje të gjithëve, pra sot jemi në grupin mbështetës për prindërit e sot ne do të reflektojmë për temën stilet e prindërimit dhe ndikimin e tyre tek zhvillimi i fëmijës. Kjo është një temë shumë e rëndësishme dhe ne sot do të flasim për këtë me detajet. Po si fillim ne duhet t'ju lexoj pra këtë të thënë shumë bukur, pra prindrit janë modelet më të mirë për fëmijët. Çdo fjalë, lëvizje dhe veprim ka një ndikim. Asnjë person tjetër ose forcë e jashtme nuk ka më shumë ndikim mbi një fëmijë se sa prindërit. Prandaj edhe ne këtë gjë e dim dhe është shumë e rëndësishme që të flasim për prindërimin. Po çfarë është prindërimi? Prindërimi ka të bëjë me udhëzimin e fëmijëve tuaj në rrugën për të bërë versionet e tyre më të mira, ndërsa esin në këtë udhëtim bashkë me ta. Kjo është një thënie anonime shumë interesante për prindërimit, dhe prandaj ne sot do të ndalemi pra në 4 stilet kryesore të prindërimit. Ato janë pra stili prindëror pra autoritar, lejues, neglizhues dhe autoritativ pra. Po do të shikojmë të stilet, do flasim për të stilet e prindërimit, për kufizimin, karakteristika, ndikimin tek fëmijët, do kemi shembuj për çdo stil, do kemi për ndikimin psikologjik që bëjnë ky stil i prindërimit, për formimin e karakterit si ndikon pra ky stil i prindërimit. Gjithashtu ndikimin tek ardha e fëmijës pra ky stil i prindërimit. Pra do kemi edhe më gjerë dhe më gjatë për stilin e prindërimit. Prandaj është shumë rëndësishme se prindërimi është thelbësor në formimin e mirëqenies emocionale, sociale dhe psikologjike të një fëmije. Gjatë viteve studiuesit kanë identifikuar pra 4 stile të dallueshme të prindërimit. Secili stil karakterizohet nga qasje unike ndaj disiplinës, komunikimit, ngrohtësisë dhe pritshmërive. Pra, le t'i shqyrtojmë pra këto stile dhe ndikimin e tyre të fëmijëve. Si fillim do e nisi me stilin pra prindërimi autoritar, pra që është një stil, një disiplinues i rrept, pra. Dhe përkufizimi është që ky stil karakterizohet nga pritshmëri të larta dhe zbatimi i rrept i rregullave, shpesh pa shumë ngrohtësi emocionale ose hapësirë për dialog. Karakteristikat kryesore pra të këtij stili prindërimit janë thekson bindjen dhe disiplinën mbi të gjitha, rregullat janë të ngurta dhe nuk marrin parasysh perspektivën e fëmijës, dënimet përdoren për të zbatuar pajtueshmërinë. Ndikimi tek fëmijët është që mund të jenë të bindur, por mund të kenë vështirësi me vetvlerësimin dhe aftësitë sociale. Mund të zhvillojnë varësi ndaj autoritetit, ose të ndihen keq dhe mbajnë mëri. Një prind kërkon që fëmia të përfundojë të gjitha detyrat e shtëpisë përpara se të luajë, pa diskutuar ndjenjat apo sfidat e fëmijës së saj, duke përdorur dënimin për mos respektim. Pra një shembull, babai i Albanit, Berti, beson se disiplina është pjesa më e rëndësishme e rritjes së një fëmije. Kur Albani merr një notë 4 në një provim matematike, Berti menjëherë e ndëshkon fëmijën e tij. Dhe çfarë bën pastaj? Berti pastaj e kufizon, ndëshkon duke kufizuar për 2 javë, duke i hequr lojrat elektronike. Kur Albani përpiqet të shpjegojë se e kishte gjetur provimin konfuz, Berti nuk e dëgjon, nuk më intereson justifikimet, thot ai, por pres që të bësh më të mirë herën tjetër. Ndërsa Albani mbremton të punojë më shumë, ai fillon të ndihet në ankth dhe i nat, duke pasur vështirësi të komunikojë me të atin për sfidat që përballet në shkollë. Pra ky është një shembull i stilit të prindërimi autoritar. Por le do vazhdojmë si që thash edhe më përpara. Më flasim për ndikimin psikologjik që ka ky stil prindërimi autoritar.
Së pari, prindërimi autoritar krijon një mjedis të karakterizuar nga struktura dhe kontrolli, por shpesh i mungon ngrohtësia emocionale dhe mirëkuptimi ndërsjellë, ndërsa zbatimi i rreptë i rregullave nxit disiplinën, mungesa e mbështetjes emocionale dhe dialogu mund të lërë fëmijën me vështirësi të fshehura psikologjike. Ky stil shpesh rezulton pra në frikë nga dështimi. Fëmijët që rriten me prindërim autoritar mund të zhvillojnë frikë nga gabimet, pasi dënimi theksohet shpesh më shumë se sa udhëzimi. Mund të ndikojnë praktikim tjetër psikologjik është vetëvlerësimi i ulët. Mungesa e inkurajimit ose njohës mund të çojë në vlerësim të vetes, duke u mbështetur në vlerësimin nga figura autoritare për të ndjerë vlerë. Dhe një tjetër ndikim psikologjik është që bindja me inat ose rebelim. Ndërsa disa fëmijë mund të binden nga jashtë, ata mund të ushqejnë ndjenja të pakënaqësisë për shkak të mungesës së autonomisë dhe të drejtës për të shprehur mendime. Të tjerë mund të veprojnë si rebel për të rimarrë një ndjenjë të kontrollit. Ky lloj prindërimi ka tendencë të theksojë sjelljen e fëmijës mbi emocionet e tij, gjë që mund të çojë në shtypjen e ndjenjave ose konfuzionin mbi vlerën e vetes. Tani ne mund të shikojmë gjithashtu që dhe stili prindëror pra autoritar ndikon në formimin e karakterit, ndërsa prindërimi autoritar mund të nxjisë disa cilësi pozitive si bindja dhe përgjegjësia, shpesh pengon zhvillimin më të gjerë të karakterit në fushat e tyre. Ja çfarë ndikon pra disiplinë ndaj mendimit kritik. Fëmijët mund të mësojnë të ndjejnë rregullat, por luftojnë për të menduar në mënyrë kritike ose të pavarur, pasi janë të kushtëzuar të binden pa pyetur. Së dyti, sfida në marrjen e vendimeve, më pak mundësi për të ushtruar zgjedhje ose autonomi. Fëmijët mund të kenë vështirësi për të marrë vendime të sigurta në mënyrë të pavarur. Së treti, shtypje emocionale. Theksimi mbi bindjen në vend të vetshprehjes mund të dekurajojë fëmijët nga ndarja e mendimeve ose emocioneve të tyre, duke ndikuar në aftësinë për të lidhur me të tjerët më vonë në jetë. Dhe së katërti, varësi nga autoriteti. Fëmijët shpesh bëhen të varur nga strukturat ose rregullat e jashtme për të udhëhequr sjelljen e tyre, duke pasur të vështirë në të vetrregullohen ose të veprojnë me besim në mjedise më pak të strukturuara. Dhe së pesi, pra vlerat dhe parimet nuk janë të instaluara. Se kurse fëmia sapo të largohet nga prindi autoritar apo rritësi autoritar, ai do bëj të kundërtën atë që prindi autoritar e ka detyruar të bënte. Pra ata ku janë në liri, ata bëjnë çfarë të duan. Pra vlerat dhe parimet që prindi autoritar kujton se ja ka vendosur fëmijës, nuk ja ka vendosur, nuk janë të instaluar në mendjen dhe në zemrën e fëmijës nëpërmjet disiplinës së rreptë. Por gjithashtu ka ndikim tek ardha e fëmijës ky stil prindëror pra. Struktura e ngurtë e prindërimit autoritar lë një përshtypje të qëndrueshme në zhvillimin e fëmijës, me pasoja të rëndësishme për të ardhmen e tij. Në anë akademike, këta fëmijë mund të performojnë mirë në mjedise shkollore që theksojnë disiplinën, por mund të kenë vështirësi në mjedise që kërkojnë mendim të pavarur, kreativitet ose inovacion. Pra e kemi shtuar në anë akademike, sepse këtu në grupin tonë kemi edhe disa mësues, pra, që janë prindër dhe mësues, dhe kur ju fëmijët tuaj nuk janë shumë të pavarur dhe krijues, ndoshta ata kanë prindër që kanë stilin prindërimi autoritar. Pra është një pikpamje që mund t'ju ndihmojë juve në mësimdhënie. Por gjithashtu këta fëmijë që janë dhe kanë ndikime dhe socialisht, për shkak të mundësive të kufizuara për dialog të hapur gjatë fëmijërisë, fëmijët mund ta kenë të vështirë të shprehin veten.
të lundrojnë marrëdhëniet ose të përballojnë konfliktet në mënyrë të shëndetshme. Profesionalisht, si të rritur, ata mund të shkëlqejnë role me rregulla dhe prishmëri të qarta, por përballen me sfida në opozita që kërkojnë iniciativë, bashkëpunim ose leadership. Emocionalisht të rritur që janë rritur pra nga prindër autoritar, shpesh përballen me ndjenja të pazgjidhura, të pamjaftueshmërisë, ankthit ose zemërimin, të cilat mund të kërkojnë terapi ose punë të brendshme për të adresuar. Pra, ndërsa ky stil mund të prodhojë individ të përkushtuar dhe që respektojë rregullat, ai mund të ndikojë negativisht në mirëqenien emocionale dhe aftësinë për të lundruar rrethana më pak të strukturuar ose të paparashikueshme. Tani shkojmë tek stili i dytë, pra i prindërimi lejues. Unë kam përshtypjen që stili parë me që shkojmë atyre për ata që janë që dinë dhe shkrimet e shenjta, stili parë është në historia e shkrimit shenjtë e Saulit dhe Jonatanit, baba mbretit të parë pra Saulit dhe Jonatanit. Kurse për stili prindërimit të dytë pra, prindërimi lejues pra, është i stilit në shkrimin e shenjtë e Davidit dhe Adoniait, djalit të tij Adoniait. Por le të shikojmë pra stili prindërimit lejues, janë prindër pra lejues, prindërit e lejues janë të ngrohtë dhe përkujdesës ndaj fëmijëve, por vendosin pak rregulla ose kufi. Ata veprojnë më shumë si miq sesa si autoritete. Karakteristikat e tyre kryesore janë pra ngrohtësi e lartë, por disiplinë dhe kontroll të ulët. Për shembull, ka prindër që thonë pas ka gjë, s'është i vogël, s'ka gjë, lëre të bëj si dojmë, okay? Pra këta prindër janë lejues, kanë stili prindërimit lejues. Pra gjithashtu ndikojnë te fëmijët, mund të kenë vështirësi me vetë disiplinën dhe respektin për autoritetin. Mund të jenë të përkëdhelur ose të kenë vështirësi në menaxhimin e kufive. Por gjithashtu kam një shembull në këtë stil, pra një prind lejon fëmijën të vendosë orarin e vet të gjumit dhe të marrë shumicën e vendimeve pa e udhëzuar drejt zakoneve të shëndetshme. Për shembull, Ana është një 10 vjeçare që pëlqen të qëndrojë zgjuar deri vonë duke parë filma vizatimor. Nëna e saj Sonila nuk dëshiron ta shqetësojë vajzën dhe lejon Anën të vendosë vetë për orarin e gjumit. Por sa je lumtur, kjo është gjithçka që ka rëndësi, thot Sonila. Ndërsa Ana kënaqet me lirinë e saj. Ajo fillon të flejë gjatë mësimeve dhe të përballet me vështirësi për të ecur përpara me detyra. Me kalimin e kohës, ajo has probleme në menaxhimin e përgjegjësive pasi është mësuar të mos ketë kufi në shtëpi. Dhe këtë bën pra stili prindërimit lejues. Po ne të shikojmë se ç'a ndikimi psikologjik pra kanë stili prindërimit lejues. Prindërimi lejues krijon një mjedis ku fëmia shpesh ndihen të dashur dhe të mbështetur. Por mungesa e strukturës dhe kufive mund të çojë në konfuzion dhe pasiguri, ndërsa ngrohtësia emocionale nxit afërsinë dhe besimin. Mungesa e rregullave të qarta mund të pengojë zhvillimin psikologjik të fëmijës. Ky stil prindërimi mund të rezultojë pra në vështirësi me vetë rregullimin. Pa udhëzime të vazhdueshme ose pritshmëri, fëmijët mund të luftojnë për të menaxhuar emocionet, impulset ose sjelljet e tyre në mënyrë efektive. Gjithashtu pasiguria e maskuar si besim. Megjithse prindërit lejues ofrojnë liri, mungesa e kufive mund t'i lërë fëmijëve të pasigurt për kufizimet e tyre, duke krijuar ankth të fshehtë pavarësisht shfaqjeve të jashtme të pavarësisë. Gjithashtu varësi nga vlerësimi I jashtëm. Fëmijët të rritur me prindërim lejues
mund të kërkojnë miratim nga të tjerët për të plotësuar bërshllëkun e lënë nga mungesa e një sistemi të strukturuar mbështetës, duke quar në sfida të mundshme me vlerësimin e vetes. Ky stil thekson për kujdesin, por fëmijëve mund t'i mungojë korniza e domosdoshme për të kuptuar përgjegjësinë dhe kufit, gjë që mund të krijojë një çekuilibër psikologjik. Pra, gjithashtu ne shikojmë që dhe ky stil prindërimi lejues ndikon në formimin e karakterit. Pra, ndërsa prindërimi lejues mund të inkurajojë kreativitetin dhe individualitetin, shpesh pengon zhvillimin e cilësive thelbësore të nevojshme për rritjen personale dhe sukses. Vetëvashtimi pra është mungesa e disiplinës për së zbatuar mund t'i bëjë fëmijët të ndihen se janë të përjashtuar nga rregulla, duke krijuar një ndjenjë vetëmashtrimi. Vendimarrje e dobët, me ndërhyrje minimale nga prindrit, fëmijët mund të mos mësojnë si të vlerësojnë zgjedhjet ose të parashikojnë pasojat në mënyrë efektive. Sfida me kufit. Fëmijët shpesh përjetojnë vështirësi në respektimin e kufive në marrëdhënie, pasi nuk janë mësuar si t'i navigojnë ose si t'i vendosin ato gjatë fëmijërisë. Varësi, megjithëse u jepet liri, fëmijët mund të bëhen tepër të varur nga ndërhyrja prindërore kur përballen me sfida, sepse nuk janë drejtuar për të zgjidhur problemet në mënyrë të pavarur. Prindrit lejues mund të prioritizojnë pra dashjen, lumturinë e menjëhershme të fëmijës mbi rritjen e tij afatgjat, duke lënë ata të papërgatitur për përballjen me kërkesat e jetës së rritur. Prindrit lejues mund të prioritizojnë pra gjithë të gjë, por edhe ky prindër lejues ndikon tek ardhmja e fëmijëve. Lëshimi i prindërve lejues shpesh formoson të ardhmen e fëmijës në mënyrë të thella pozitive dhe negative. Akademikisht, pra, këta fëmijë mund të kenë mungesë disipline dhe motivimi të nevojshëm për përpjekje akademike të qëndrueshme. Mungesa e pritshmërive të qarta mund të rezultojë në performancë të dobët ose vështirësi në përmbushjen e afateve. Socialisht, pra, pa kufi, fëmijët mund të kenë vështirësi në marrëdhënien ndërpersonale, duke mos respektuar kufit ose pritshmëritë e vendosura nga mësuesit, miqt ose partnerët e ardhshëm. Profesionalisht, mungesa e vetëdisiplinës dhe reziliencës pra mund t'i bëjë të vështirë për të përshtaten në mjedise të strukturuara ose të përballojnë kritikat në vendin e punës. Emocionalisht, fëmijët mund të zhvillojnë një tolerancë të ulët ndaj zhgënjimeve dhe të përmballen me vështirësi në përballimin e refuzimeve ose dështimeve, gjë që mund të pengojnë maturimin emocional. Ndërsa prindërimi lejues mund të ushqejë individualitetin dhe kreativitetin, mungesa e strukturës mund ta lërë fëmijën më pak të pajisur për të menaxhuar kompleksitetet e jetës së rritur, si balancimi i përgjegjësive, ndjekja e qëllimeve fatgjata ose formimi i marrëdhënieve të shëndetshme. Një ilustrim për këtë, një skenar nga jeta reale. Imagjinoni Luanin, një fëmijë prindi të cilit e lejon të vendos vetë orarin e gjumit dhe të kaloj punët kur ai dëshiron. Nëse Luani ndjen dashuri dhe shijon lirinë, ai fillon të luftojë në shkollë për shkak të menaxhimit të dobët të kohës dhe mungesës së përgjegjëshmërisë. Kur një mësues e përball atë për detyrat e munguara, Luani ndjen bigarkesë dhe ndjen neveri ndaj kritikës, sepse nuk është mësuar të respektojë autoritetin ose të menaxhojë përgjegjësitë. Ndërsa rritet, Luani përballet me sfida në mjediset e punës ku pritshmëritë dhe rregullat janë të panegociueshme, duke e çuar në frustrim dhe vetëdyshim. Pra, ky ishte edhe stili prindërimit lejues, që unë gjersa po i them këto stile, ne të gjithë gjem veten në pak, por këtë stili prindërimi lejues unë e kam hasur shpesh në
në Shqipëri. Por le të shkojmë tek prindërimi neglizhues. Prindërimi neglizhent përfshin mungesën udhëheqje, mbështetje emocionale ose përfshirje në jetën e fëmijës. Karakteristikat kryesore përgjegjësi dhe prishmëri të ulta, pak monitorim në aktivitetet ose zhvillim të fëmijës. Gjithashtu, sipas shkrimit të shenjta, është prifti Eli me fëmijët e tij. Ato përshkruajnë këtë lloj prindërimi neglizhues. Gjithashtu ndikimi tek fëmijët për ky stil prindërimi ka vlerësim të ulët, vështirësi emocionale dhe sfida akademike. Rrezik më i lartë për sjellje problematiko. Një shembull këtu kemi një prind që rrallë është në shtëpi dhe nuk përfshihet në jetën e fëmijës, duke lënë atë të kujdeset vetë për gjithçka. Le të japim një shembull. Sofia është 8 vjeçe dhe dashuruar me vizatimin, por prindërit e saj shpesh janë shumë të zënë me jetën e tyre për t'i kushtuar vëmendje. Kur Sofia sjell në shtëpi një vizatim që ka bërë me shumë pasion, prindërit e saj e shikojnë për pak sekonda dhe i kthejnë telefonatat e tyre pa reaguar shumë. Sofia fillon të ndihet e pavlerësuar dhe rrallë kërkon më vëmendjen e tyre. Në shkollë, mësuesi e saj vëren se ajo duket e tërhequr dhe ka vështirësi të shprehë emocionet e saj, pasi nuk merr shumë mbështetje emocionale në shtëpi. Le të shkojmë tek ky stili prindërimi neglizhues se si ndikon psikologjikisht tek fëmijët. Prindërimi neglizhues krijon një mjedis emocional dhe psikologjik të distancuar. Mungesa e udhëzimit, mbështetjes dhe vlerësimit në fëmijën të ndihen të braktisur dhe të padukshëm. Psikologjikisht kjo mungesë përfshirje shpesh çon në vetëvlerësim të ulët, fëmijët mund të internalizojnë indiferencën e prindërve të tyre, duke interpretuar si mungesë dashurie ose vlere, çka shkakton vetbesim të dobët. Gjithashtu ndikim psikologjik ka në lidhje të pasigurt, paqasje të vazhdueshme emocionale nga prindrit, fëmijët kanë vështirësi të formojnë lidhje të sigurta, duke e bërë të vështirë besimin tek të tjerët më vonë në jetë. Paqëndrueshmëri emocionale, mungesa e një sistemi mbështetës të qëndrueshëm pengon zhvillimin e rregullimit emocional, shpesh duke rezultuar në ankth, depresion ose çështje zemërimi. Kur fëmijët rriten pa vlerësimin emocional, ata mund të shtypin emocionet e tyre ose të veprojnë në mënyrë ekstreme për të tërhequr vëmendjen, pavarësisht nëse ajo vëmendje është pozitive apo negative. Po gjithashtu formimi i karakterit, fëmijët e rritur nga prindër neglizhues shpesh përballen me zhvillim të kufizuar të karakterit, sepse u mungon kontributi kyç i prindërve për të mësuar vlera, disiplinë dhe qëndrueshmëri. Kjo mund të manifestohet si aftësi të dobta të vendimarrjes, më pak ose as pak udhëzime, fëmijët përballen me sfida në mënyrë të pavarur, shpesh duke marrë vendime pa kuptuar pasojën. Mungesë empatie, rritja pa mbështetje emocionale e bën të vështirë për këta fëmijë të zhvillojnë empati, pasi nuk kanë pasur modelimin ose shembullin e kësaj sjelljeje. Qëndrueshmëri e dobët, pa inkurajim dhe sigurinë që ofrojnë prindërit e përfshirë, fëmijët mund të luftojnë për të përballur me dështimet, kritikat ose vështirësitë, shpesh duke u kthyer në shmangje ose sjellje shkatëruese. Rebelim apo apati, neglizhimi mund të ushqejë rebelim si një mënyrë për të përballuar ndjenjat e refuzimit, ose apati si rezultat i mungesës së motivimit dhe besimit në vetvete. Mungesa e kufive apo strukturës gjithashtu dështon në kultivimin e disiplinës së brendshme, duke lënë fëmijën të papërgatitur për përgjegjësitë e moshës madhore.
por ndikimi I këtij stili edhe tek ardhmja e fëmijës, pasojat afatgjata të prindërimit neglizhues mund të jenë të thella, duke ndikuar në fëmijë dhe në moshën e rritur. Akademikisht, këta fëmijë shpesh përballen me vështirësi në shkollë për shkak të mungesës së motivimit, mbështetjes dhe inkurajimit për të vlerësuar arsimimin. Pra kanë probleme për të inkurajuar dhe për të motivuar në shkollë. Dhe I bie pasaj që mësuesit të jenë motivues të paparë më të mirët e mundshëm për ta bërë këtë gjë. Por nëse ata nuk e kanë marrë këtë gjë në familje shumë e vështirë me mësuesit. Okej, por ne inkurajojmë mësuesit të bëjmë pjesën e tyre më të mirë, më të mundshme. Gjithashtu socialisht, pra vështirësitë për të krijuar marrëdhënie, domethënë se vazhdojnë, pasi fëmijët e neglizhuar rriten të pasigurt për mënyrën se si të besojnë te të tjerë ose të shprehin ndjenjat e tyre në mënyrë të shëndetshme. Profesionalisht, mungesa e udhëzimeve dhe disiplinës gjatë fëmijërisë shpesh çon në sfida për të ruajtur punën, për të përmbushur pritshmëritë dhe për të ndjekur qëllimet afatgjata. Emocionalisht, njofimëria e neglizhuar mund të shkaktojë ndjenja të qëndrueshme të pavlefshmërisë, trauma të pazgjidhura ose nevojë të vazhdueshme për vlerësim, që mund të kërkojë terapi për t'u kapërcyer. Për më tepër, prindërimi I neglizhuar shpesh përforcon një cikël negativ. Fëmijët e rritur pa dashuri dhe strukturë kanë më shumë gjasa të luftojnë për të siguruar këto për fëmijët e tyre, duke rrezikuar përsëritjen e neglizhencës ndër breza. Dua t'ju jap një ilustrim për prindërimin lejues, një skenar nga jeta reale. Imagjinoni një fëmijë prindërit të cilës rrallë vën re nëse ajo I përfundon detyrat e saj të shtëpisë ose merr pjesë në aktivitetet shkollore. Prindi I saj është shpesh I zhytur në problemet e veta duke siguruar pak mbështetje emocionale. Si rezultat, Mia ndjen se nuk është e rëndësishme dhe nuk ka motivim. Me kalimin e kohës, ajo zhvillon disa zakone të dobta akademike dhe lufton për të krijuar miqësi, sepse nuk di si të kërkojë lidhje emocionale. Këto ndjenja të praktikës ndjekin deri në moshën e rritur, ku mund të ketë vështirësi për të besuar ose mbështetur tek të tjerët, duke ndikuar në marrëdhëniet e saj personale dhe profesionale. Tani vim tek prindërimi pra autoritativ, qasja e balancuar. Besoj që ky është prindërimi më pozitiv, pra në stili prindërim pozitiv dhe ky është stili pra që unë inkurajoj personalisht të gjithë prindërve që të kenë këtë prindërim autoritativ për një qasje të balancuar. Okej, për kufizimi, ky stil karakterizohet nga një balancë e shëndetshme midis pritshmërive të larta dhe ngrohtësisë. Prindërit vendosin rregulla të qarta dhe kufi, por gjithashtu janë të hapur ndaj dialogut dhe ofrojnë mbështetje emocionale. Karakteristikat kryesore të këtij stili prindërimit pra janë që ato inkurajojnë pavarësinë duke ruajtur kontrollin, vendosin një disiplinë të qëndrueshme dhe të drejtë, komunikojnë në mënyrë efektive me fëmijët duke dëgjuar shqetësimet e tyre. Ndikimi tek fëmijët, pra ato kanë ky stil prindërimi ka ndikim tek fëmijët vetbesim dhe vetdisiplinë më të lartë, aftësi të mira sociale dhe rregullim emocional, sukses akademik dhe aftësi për të zgjidhur probleme. Nga shkrimet e shenjta është historia e Noeut pra me fëmijët e tij, I cili kishte një prindërim autoritativ dhe një qasje të balancuar. Një shembull kemi në këtë është një prind që vendos një rregull për orarin e gjumit, por dëgjon kërkesën e fëmijës për fleksibilitet të rastit, duke shpjeguar rëndësinë e pushimit dhe duke ndihmuar fëmijët të kuptojë pse ekzistojnë rregullat. Mira ka një djalë 12 vjeçar, Edin, I cili ka vështirësi me detyrat e shtëpisë. Kur Edi kthehet I zgënjur nga shkolla, Mira ulet me të për të diskutuar se çfarë po ndodh. Ajo I shpjegon rëndësinë e përfundimit të detyrave, por gjithashtu dëgjon shqetësimin e tij
për sa i vështirë i duket gjithçka. Së bashku ata krijojnë një plan. Edi do të përfundojë detyrat në pjesë të vogla me pushime ndërmjetme dhe Mira ofron ndihmën e saj kur është e nevojshme. Edi fillon të ngrihet më i sigurt pasi Mira ofron strukturën dhe inkurajimin. Me kohë Edi bëhet më i përgjegjshëm për detyrat e tij dhe komunikimi i hapur i forcon marrëdhëniet me të ëmën. Pra kishte një ilustrim të stilit prindëror, pra autoritativ, po e të balancuar. Po çfarë ndikimi psikologjik pra ka ky stil prindërimi? Prindërimi autoritativ krijon një midis të dashur dhe mbështetës ku fëmijët ndihen të vlerësuar dhe të respektuar. Balanca midis pritshmërimit të larta dhe ngrohtësisë emocionale krijon një ndjenjë të fortë sigurie. Kjo siguri u mundson fëmijëve të eksplorojnë identitetet e tyre, të shprehen lirshëm dhe të zhvillojnë pra qëndrueshmërinë. Kur një fëmijë e di që mendimet dhe ndjenjat e tij merren seriozisht, ata kanë më shumë gjasa pra të zhvillojnë një koncept të shëndetshëm për veten, duke u ndier kompetent dhe me vlerë. Të mësojnë aftësi të rregullimit emocional, duke kuptuar se si të përballen me sfidat pa u ndier të mbikarkuar. Marrin vetbesim për të rrezikuar në mënyrë të llogaritur dhe të mësojnë nga dështimet, duke ditur se kanë një rrjet mbështetës. Gjithashtu formimi i karakterit ndikon pra që ky stil prindërimi formon individë të kompletuar duke u dhënë atyre vlera bazë dhe aftësi themelore për jetën. I formon pra përgjegjëshmëri, duke vendosur pritshmëri të qarta dhe duke lejuar autonomi. Fëmijët mësojnë të marrin përgjegjësinë për vendimet dhe veprimet e tyre. Indikon pra dhe formon empatin. Komunikimi i hapur ndihmon fëmijën të kuptojnë këndvështrimet e të tjerëve, duke promovuar mirëkuptimin dhe bashkëpunimin. Vetë disiplina e qëndrueshme por e drejtë, ndihmon fëmijët të internalizojnë rregullat, pra të brendshme të instalojnë rregullat në zemrat dhe mendjet e tyre dhe të menaxhojnë impulset në mënyrë efektive. Gjithashtu, mendimi kritik, hapësira për dialog ndihmon fëmijët të arsyetojnë në mënyrë konstruktive dhe të gjejnë zgjidhje kreative. Rregullat nuk jepen pa shpjeguar pse zbatimi i tyre ka rëndësi. Ky qasje gjithashtu përforcon sjelljen etike. Për shembull, kur prindi shpjegon pse ekzistojnë rregulla, fëmijët mësojnë arsyetimin pas vendimeve etike në vend të ndjekjes të veprave të udhëzimeve. Gjithashtu pra fëmijët kanë ndikim pra tek ardhmja e fëmijës dhe ky stil prindërimi. Efektet e prindërimit autoritativ zgjasin deri në moshën e rritur, duke pozicionuar fëmijët për sukses në fushat të shumta të jetës. Akademikisht, këta fëmijë shpesh këlqejnë në shkollë sepse janë të motivuar, të organizuar dhe të gatshëm të kërkojnë ndihmë kur është e nevojshme. Socialisht pra, ata prirën të krijojnë marrëdhënie të shëndetshme dhe të qëndrueshme për shkak të aftësive të forta të komunikimit dhe zgjidhjes së konflikteve. Profesionalisht, me një etikë të fortë të punës dhe me qëndrueshmëri emocionale, ata kanë sukses në mjedisje punës sfiduese dhe shpesh bëhen lider të efektshëm. Emocionalisht, të rritur me prindërim autoritativ, shpesh faqin inteligjencë të lartë emocionale, duke përballur mirë me stresin dhe duke pasur jetë personale të plotësuar. Për më tepër, ky stil prindërimi vendos një shembull brezash. Fëmijët e rritur në këtë mënyrë ka të ngjarë të përsërisin këto praktika kur ata vetë bën prindër, duke krijuar një cikël kujdesi të balancuar dhe të dashur. Një ilustrim, një skenar pra në jeta reale. Imagjinoni një fëmijë, Aleksi, i cili është përballur me vështirësi për të përmbushur një afat për një detyrë shkollore.
Një prind autoritativ mund të trajtojë situatën duke vendosur fillimisht një pritshmëri të qartë. Ti je përgjegjës për menaxhimin e kohës dhe përfundimin e detyrave. Sidoqoftë, ata gjithashtu do të hapin hapësirën për dialog duke pyetur: çfarë e bëri të vështirë për ty të përfundosh në kohë, duke ofruar udhëzime mbi menaxhimin e kohës dhe duke afirmuar besimin e tyre në aftësitë e Aleksit. Prindi jo vetëm që korrigjon sjelljen, por gjithashtu fuqizon fëmijën të përmirësohet në të ardhmen. Pra tani jemi në fundin e saj, rëndësia e kuptimit të stileve të prindërimit. Pra kemi folur për stilin e prindërimit autoritativ, pra për si prindërimit që prindërimi lejues, prindërimi neglizhent dhe pësimin e prindërimit për autoritativ. Pra ke folur për prindërimin diktator, pra që ka disiplinë të rreptë, për prindërit lejues, dhe prindërit neglizhent dhe autoritativ. Më e miri për këtyre ishte pra ky i fundit, autoritativi, që kishte qasje të balancuar. Prindërimi nuk ka të bëj me përsosmërim. Në fakt ka të bëj me përpjekjen për të balancuar, pra. Siç unë kam thënë shpesh dhe them që ne nuk kemi prindër të përsosur dhe ke organizojmë këtë grupin mbështetës për prindrit për arsye sepse besojmë që nuk jemi perfekt, nuk jemi të përsosur, por përkundër duam që të rritemi. Dhe prindërimi nuk ka të bëj pra me përsosmërim, po ka të bëj me përpjekjen për të balancuar çfarë? Dashurinë, udhëzimin dhe disiplinën në mënyrën që ushqen rritjen e fëmijës. Secili stil ka ndikim të thellë në mirëqenien mendore dhe emocionale të një fëmije, ndërsa prindërimi autoritativ zakonisht shoqërohet me rezultate më pozitive. Pra ky prindërimi ky stili i fundit që ne folëm, pra është më pozitiv. Çdo familje është unike dhe ndonjëherë mund të jetë nevojshme një përzierje e stileve të ndryshme, por stili pra i fundit që ne folëm për stilin autoritativ, pra një qasje balancuar ndërmjet dashurisë, udhëzimit dhe disiplinës, kjo është më e rëndësishmja. Prindërimi është një udhëtim i rritjes si për fëmijën ashtu dhe për prindin. Të kuptuar këto stile, mund të reflektojmë mbi qasjet tona, të përshtatemi kur është nevojshme dhe të punojmë drejt krijimit të një mjedisi ku fëmijët mund të lulëzojnë emocionalisht, shoqërisht dhe akademikisht. Por si të ndryshojmë stilin e prindërimit? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, apo jo? Si të ndryshojmë stilin e prindërimit? Personalisht, pikë së pari është që unë besoj në 3 lirit kryesore që ne si prindër kemi, po edhe si njerëz që kemi. Besoj te liria e ndërgjegjes, liria e vendimit dhe liria e zgjedhjes. Dhe liria e ndërgjegjes është që ne në ana ndërgjegjësore, pika e parë është të ndërgjegjësohemi se çfarë stil prindërimi kemi. Dhe pastaj të marrim vendim, duke përpjekur të marrim vendim që të ndryshojmë stilin e prindërimit për hir të fëmijëve tanë, për t'i dhënë më shumë dashuri, balancim dhe rritje pozitive e fëmijëve tanë. Dhe pastaj të zgjedhim stilin e prindërimit, që autoritativ me qasje balancuar, që të balancojmë dashurinë, udhëzimin, disiplinën, ngrohtësinë për strukturën edhe disiplinën. Së bashku, atëherë të zgjedhim të gjë, ne mund ta bëjmë të gjë. Por ne si prindër e kuptojmë që kemi nevojë për fuqi të hyjnore. Dhe për këtë gjë hyn dhe në këtu është hyn që të zgjedhim Perëndin, Zotin,
të zgjedhim të besojmë në Zotin që na ndihmojë të ndryshojmë stilin e prindërimit, të na ndihmojë të jemi të balancuar, të na ndihmojë të ta kuptojmë stilin tonë prindërimi dhe të ndryshojmë sa nuk është vonë për stilin tonë të prindërimit, me ndihmën dhe fuqinë e Perëndis, ndihmën e fuqinë e Zotit. Ne nuk mundemi të bëjmë shumë gjëra vetë. Mund të bëjmë disa gjëra, por gjëra që janë për te fuqive tona, kemi nevojë ta bëjmë e të lutemi Zotit për këtë gjë, për ndryshuar pra stilin e prindërimit. Por për sot ne thjesht prezantuam pra stilet e prindërimit, si ku ndikojnë tek zhvillimi i fëmijëve. Dhe unë dëgjesuam sot, tani me vendimet dhe zgjedhjet ju takon ju, që çfarë të bëni për ndryshuar stilin e prindërimit. Më takon mua, më takon ju, secilin prindër pra, se si të shkojmë më mirë.